Përshëndetje të gjithë juve që jeni me valët 102.2 është ky edicioni më i ri emisioni La Casa de Cruz. Bashkë do të jemi deri në orën 13:45 minuta muzikë të zgjedhur dhe informacione ndryshme. Ditën e diell sot në Kryeqendër temperatura maksimale në nivel vendi arrin nga 12 deri në 16 gradë Celsius, ndërkohë që ato minimale të ditës do të zbresin nga -1 deri në 1 gradë Celsius. Albana Mosa i vek nga Theje hap edicionin e sotëm. Për dallim prej herave tjera, këtë radhë edicionin do ta hapim me një musafire që kemi këtu në studio. Është kjo Gresa Gashi, koordinatore nga Princeton School of Kosova. Prishtina, më fal. Gresa ka me kjo Kosova se dojna shumë venen. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Faleminderit shumë për ftesën, edhe mundësinë që më ardhë dhe me promovu një gjë shumë të bukur që e kemi organizu bashkë me Shkolla Princeton School of Prishtina në koordinim me Ministrinë e Arsimit edhe DK-n. Ishte një event faktikisht mjaft i lezetshëm kur kemi parasysh që ka të bëjë me gjeneratat e reja. Dhe këtë zhvillimin e teknologjisë, këtë hovin e zhvillimit teknologjisë, ku shumica prej tyre është ka njerë edhe prindrit dhe vetë fëmijët po e keq kuptojnë dhe po kalojnë në një pjesë tjetër që ndoshta është e dëmshme për ta, ndërkohë që kur bëhen këto iniciativat që janë shumë të mira për fëmijë, patjetër që secili medium do në përkrah. Pra bëhet fjalë për ditën ndërkombëtare të poezisë, e cila pra Princeton School of Prishtina ka organizuar një festival të veçantë për të gjithë dashamirët e poezisë, ku bëhet një konkurs dhe fëmijët e talentuar është fjala po. Shkolla Princeton School of Prishtina ka organizu festivalin e recitatorëve, i cili do të mbahet të premten nesër me 21 mars, që përkon me ditën ndërkombëtare të poezisë. Në ndër të kësaj dite kemi vendosur që ta bëjmë një garë ku do të përfshihen të gjithë nxënësit e shkollave publike, edhe do të kenë mundësinë të garojnë mes vete dhe të zgjedhet recitatori më i mirë i vitit në këtë festival. Ka pas interesim të madh prej fëmijëve ose prej shkollave? Po, ka pas shumë interesim. Fillimisht është zhvillu një garë brendshme brenda shkollave publike të Prishtinës, ku janë përzgjedhur 3 recitatorët më të mirë të shkollave, të cilët kanë kaluar në finale. Finali është nesër në amfiteatrin e ri të bibliotekës universitare nga ora 10, ku do të mbahet festivali i recitatorëve dhe do të përzgjedhet më i miri nga 3 më të mirët prej gjithë këtyre finalistëve. Ata që do zgjedhen më të mirë, do të kenë ndonjë shpërblim apo? Patjetër, shkolla jon ka menduar edhe për pjesën e shpërblimeve, kështu që 3 më të mirët do të kenë shpërblime edhe voucher librash, çka përkon edhe me festivalin edhe me poezi. Festivali do të jetë i hapur për publikun? Po, festival, realisht aty do të jenë pjesëmarrës edhe mësimdhënësit që kanë bërë përzgjedhjen e nxënësve për këtë festival. Mund të jenë pjesëmarrës edhe prindërit që dojnë me i përkrah finalistët, por ka hapësirë dhe besoj që gjithë ardashësit e ata që kanë dëshirë të jenë pjesë e këtij festivali mund të na bashkangjiten, pse jo të kalojmë një kohë të bukur me poezi, me fjalën e bukur që është shumë e rëndësishme. Patjetër, është një zhandër shumë i mirë, sado që ne mundohemi të përshtatemi me kohën, ose prapë librat, poezit, ato e kanë një vlerë të veçantë dhe janë ushqim ndoshta për shpirtin, po pse jo dhe e fëmijët, moshat e reja të orientohen drejt, edhe ti ikim paka shumë kësaj teknologjisë. Shumë e vërtet. Shkolla jonë përveç që është qendër e dijes edhe arsimimit, është edhe një promotor shumë i madh i vlerave artistike dhe krimtarisë. Kështu së bashku me aktivin e gjuhëve, profesorin Besnik Joa dhe Dorina Kastrati, kemi vendosur me ju jap një mundësi gjithë talentëve që ta shprehin talentin e tyre në poezi, në artin e fjalës bukur, në recitim, qëndrimin skenik, gjithë faktor që përmbushin një recitator, dhe pse jo të largohemi pak prej kësaj që na ka përfshit gjithve, jo vetëm fëmijëve,
teknologjisë, pse jo me pa sa kemi talent në fushën e letërsisë, në fushën e artit, edhe të krijojmë diçka të bukur, pse jo. Edhe kemi pa që ka shumë talent. Gara është zhvillu edhe në shkollën tonë, kështu që e kemi pas shumë të vështirë me i përzgjedh finalist se ka pas shumë talent. Jo vetëm që kanë recitu, po edhe kanë shkru vetë poezi, edhe kanë marrë me shumë seriozitet këtë pjesë, kështu që kjo na ka gëzu pa mas. Është interesant punimi me këto të vegjlit, për shkak se kanë më shumë hatërmbetje, shpesh duhet me përzgjedh një farë mënyre që nuk e lëndon, ose për shkak se shpesh herë ndoshta mundën me qenë një farë forme edhe në disfavor të asaj se e ka një farë konkurence që nuk e shprehin, megjithatë more vendiku ndoshta mirë ose keq, varësisht se si mirën mësimdhënësit edhe organizatorët në këtë pjesë. Edhe vetë ky festival është njëkohësisht edhe një derë hapur për një bashkëpunim me gjithë mësimdhënësit, edhe me pa punën e tyre të palodhur që e bëjnë çdo ditë me fëmijët në fushën e gjuhës edhe letërsisë, një mundësi shumë e mirë me pa sa ata me u shpërbly në një farë mënyrë mundi që e bëjnë në baza ditore me fëmijët, edhe pse jo me i zbulu talentet e kësaj fushë. Kreza ishte kënaqësi që të kishe në studio, është kënaqësi kur ne kemi mysafirë që organizohen evente tilla që janë në të mirë të gjeneratave të ardhshme. Unë shpresoj që festivali ka me ecë shumë mirë, dhe po shpresoj që fëmijët tek e fundit kanë më kënaqur gjatë kësaj pjese. Synimi jonë është që ky festival të bëhet tradit, mos të ngelet vetëm festivali këtij viti dhe të mbyllet me aq. Kështu që shpresojmë shumë që gjithçka ka me ecë mirë e mbar, edhe do të vazhdojmë me traditën e festivalit edhe vitet e ardhshme, pse jo në shkolla tjera nikoqire, por ne do t'i përkrojmë gjithmonë në të mirë të zbulimit të talenteve të rinj, edhe promovimit të vlerave dhe të fjalës në Kosovë. Faleminderit shumë që ishe pjesë e edicionit sot në të emisionit La Casa de Plus. Ju vazhdoni që ndroni në mëtutje këtu në 102.2 në edicionin në Matriz, bashku do t'jemi deri në orën 13:45 minuta. Në vazhdim do të dëgjojmë një këngë nga Coldplay, është kjo kënga Feels Like I'm Falling in Love.